Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve si gjithmonë pjesën e parë të emisionit kam të ftuar Dritan Goxhajn dhe fokusi mbetet tek gjeopolitika. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Dritan, do ta nisim bisedën me sulmet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën ndaj Iranit për shkak të goditjes dhe rënies së helikopterit Apache, për cilin do doja fillimisht të kuptoj çfarë ka ndodhur, si është goditur ky helikopter. Realiteti është që kemi një rënje të helikopterit dhe jo goditje të helikopterit. Ajo çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë, pra CENTCOM deklaron që helikopteri godit me dron Shahid 136. Dhe pse nuk qëndron kjo, pra është një gënjeshtër e pastër, sepse dronët janë mjete fluturuese pa pilot, dronët Shahid 136, të cilat funksionojnë edhe si kamikaz, pra si goditje kamikaz, si objekt, cili është kamikaz dhe objekt shpërthys, kur të godet, po edhe si objekt vëzhgimi. Por ajo çfarë edhe poshtë deklaratës CENTCOM-it është për arsye se dronët kanë marrë një objektiv dhe gjatë fluturimit të tyre ata nuk devijojnë. Pra ju jepet objektivi që në tokë, ju futen të dhënat e tyre që në tokë përpara se të lëshohen dhe pastaj ata ndjekin objektivin. Kurse helikopteri nuk është një objektiv statik. Ndjekin një objektiv të palëvizshëm po. Pikërisht. Pra në rast se do kishim të bënim me goditjen e një helikopteri në një bazë ushtarake, pra që ishte në tokë, atëherë po ndaluar, mund thoshe po sepse droni ndjek vetëm objektiva statik, pra godet vetëm objektiva statik. Nuk ndjek dot nga mbrapa objektiva të lëvizshëm. Helikopteri është një objektiv i lëvizshëm. Pra nuk ka mundësi që droni Shahid 136 të ketë goditur helikopterin në Apache. Është e pamundur, është jashtë çdo lloj koncepti ushtarak aktualisht. Por mund të ketë ndonjë gjë, pra droni ka qenë në ajër për vëzhgim, për arsye se helikopteri ishte angazhuar në një operacion sekret të Bashkuara të Amerikës për të nxjerrë anije me naftë nga ngushtica e Hormuzit për t'i kaluar për të nxjerrë në Oqeanin Indian. Dhe këto anije pasi dilnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës i sekuestronin dhe i ndalonin. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës grabisnin këtë naftë. Kjo naftë nuk ishte naftë e Iranit, ishte naftë që ishte shitur nga vendet e tjera arabe, aleatët e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, ndoshta për nevojat Kinës ose për diçka tjetër. Dhe Amerika i merrte këto dhe pasi i merrte këtë naftë, ajo pikërisht, i merrte këto dhe pastaj hidhte në treg të naftë, shiste Amerika këtë naftë. Edhe për të mbajtur nivelin e tregut, pra çmimin e naftës në një aspekt që mos shkonte shumë lart, edhe për të pas çik naftë në treg, pra diku rreth 100 milion fuqi, tha diçka e tillë. Po, pra i bëri një llogari të milionave fuqive. Pikërisht, pra. Kjo është ajo që ka bërë. Pra kanë qenë këto operacion sekret. Kjo puna Dritan, këto fuqi merreshin ndaj se për ta kuptuar. Pra grabitej kjo naftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po si në ç'formë? Bllokoheshin anijet, pra ndihmoshin që të dilnin nga ngushtica e Hormuzit. Po? Pra anijet vinin nga Gjiri Persik, që ishin të mbetur aty në Gjirin Persik, po të na ndihmonin me një hartë, për shembull të Gjirit Persik, ta shpjegoj sa keni më konceptin. Shumë interesante kjo se. Jo, e dëgjova Trumpit dhe më bëri përshtypje se pati mjaft reagime në raport me këtë deklaratë Trumpit. Por nuk e kuptova mënyrën se si realizohej kjo. Regjia ke një hartë aty të Gjirit Persik, edhe një hartë si hartë lufte. Duhet ta kesh, e kam sjell sot, besoj. Pra ajo që ja, është kjo këtu. Jo, edhe kjo në rregull, se këtu jemi te ngushtica e e Hormuzit. Pra Gjiri Persik është gjithë kjo pjesa këtej. Anijet janë bllokuara këtu në këtë pjesën këtu. Po. Dhe tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin nisur një operacion sekret që gjatë natës binin forca speciale të tyre, që i përkasin forcave speciale detare dhe atyre forcave speciale në këto anijet e naftës. Po. Dhe këto me aparatura speciale arrinin të kalonin duke fikur transponderin natën, të kalonin në ngushticën e Hormuzit, pa u diktuar nga Garda Revolucionare Iraniane. Ishte një operacion që kishte një javë që zhvilloi. Du të kemi parasysh që një tanker, pra një cistern nga ato, mund mbajë edhe deri në 2 milion fuqi. Një tanker i tillë. Po gre 2 milion fuqi naftë. Dhe pasi këto dilnin këtej. Po. Pra arrinë të nxirrte këtej, të nxirrte në Oqeanin Indian, pra në këtë detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian këtu, automatikisht i bllokonte këto anije. Shëbaja. Sepse nuk ishin anije me naftë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ishin anije me naftë që shkonin në drejtim të vendeve të Azisë ose në drejtim të Kinës. Okej. Dhe e merrte këtë naftë.
Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pastaj hidhin këtë naftë në treg. E qartë. Në mënyrë që çmimi i naftës të mos rritej shumë dhe naftë të kishte në treg, pra në qarkullim. Kjo ka qenë si operacion. Ajo që deklaroi Trumpi. Gjatë bërjes së këtij operacioni, normalisht që një Apache shoqëronte edhe helikopterët e tjerë që çonin personelin dhe mbikëqyr operacionin. Pra jep garanci, jep siguri. Dhe në këtë mbikëqyrje, në këtë moment, iranianët kanë ngritur dron Shahid. Droni Shahid nuk ka qenë kamikaz. Droni Shahid nuk ka qenë kamikaz. Droni Shahid ka qenë një dron vëzhgues, jo kamikaz. Thjesht për të parë çfarë mund të Për të parë dhe Apache i është afruar dhe ka goditur dronin. Pra e ka zgjesuar dronin, por e ka zgjesuar në afërsi. Në moment që ka zgjesuar në afërsi, është dëmtuar edhe Apache. Dhe Apache ka rënë. Por dy pilotët kanë shpëtuar. Pra Apache nuk është se po të ishte goditur Apache, helikopteri do kishte rënë, po të ishte goditur nga dron do kishte rënë dhe pilotët do kishin vdekur, sepse nuk është e vështirë nga mënyra si është Apache, është e vështirë që ata të dalin. Që tapin ato, do kishin humbur jetën. Pilotët nuk kanë humbur jetën, pra do thotë në rastin që pilotët e Apache nuk humbin jetën. Nga ana tjetër do thotë që ata kanë arritur ta ulin në helikopterin e tyre, qoftë edhe në ujë, pra se ulet edhe në ujë, dhe ata kanë shpëtuar, pse kanë dalë. Pra, dhe tashmë për të mbuluar gjithë të lloj operacioni që doli. Atëherë Trumpi justifikoi, në momentin e parë nuk thanë asnjë gjë. Pas 12 orësh thanë që na e rrëzoi Irani dhe ne do t'i kundërpërgjigjemi. Na duhet kundërpërgjigjemi. Dhe për këtë sulmuan që askush të mos merret. Pse duhet kjo? Që të mbulosh grabitjen e kësaj nafte që ke marrë këtyre vendeve të Azisë që nuk përket ty. Naftë që ti e shet për llogarinë tënde. Për llogarinë tënde. E merr dhe e shet për llogarinë. E grabit dhe e merr për llogarinë tënde. Pra po bën të njëjtën gjë që bënte në rast se marrim në Venezuelë, fillim kur bllokoi Venezuelën, çdo anije që dilte që i bllokoi anije dhe merrte dhe e shiste. E njëjta gjë. E njëjta skem. E njëjta skem. Po tash që kjo skem mund të bëhet e madhe, atëherë çfarë bën? Ti me njëri detyra do bën sulmin me 49 Tomahawk edhe me të tjera për dashu. Po edhe sulmi me 49 Tomahawk ka një qëllim tjetër. Pra u gjet një sebeb për të kryer sulmin. E para u gjet sebepi për të kryer sulmin sepse ka qenë në presion të madh nga Izraeli për shkak të sulmit që Irani kreu ndaj Izraelit. Pra ka lidhje me sulmin që Irani bëri Izraelit. Edhe me atë, priza, ka lidhje me Iran, edhe me atë. Pra Izraeli ka bërë presion Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur Iranin, për t'u kundërpërgjigjur Iranit. Në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur vetëm dy opsione, ose do linin Izraelin që të vazhdonte të godiste Iranin dhe Irani sërish të godiste Izraelin, ose do të hynin këta thonë le se godasim neve dhe mos e godiste juve. Pra në mënyrë që të mos merrte veprim tjetër Izraeli ndaj Iranit, që të mos i dilte jashtë kontrollit situata Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta humbiste totalisht hegemoninë, pra në këtë moment do ishte thjesht një sehirxhi dhe jo një perandori që ka ardhur atje për të vendosur fuqinë tënde politike, atëherë ti bën goditjen tënde. Që ishte drejtan goditja u bë me Tomahawk në drejtim të këtyre me Tomahawk nga deti, ëh? Nga deti, me Tomahawk nga deti dhe janë goditur vetëm objektiva që i përkasin ngushtisë së Hormuzit, pra është goditur qyteti Sir këtu. Ajo harta që ishte përpara. Që ishte pak përpara që ishte më shumë. E rrethuar regjia. Pse janë goditur? Pra, shihni, janë goditur pozicionet në Sirk, në Sirik dhe në pozicionet në Bandar Abbas, që përkasin forcave detare dhe kundërajrore. Përse kjo? Këto janë dy forcat kryesore që mbulojnë ngushtisën e Hormuzit. Pra në aspektin e forcës detare dhe në aspektin në forcës detare pra të artillerisë bregdetare. Kemi artilleri bregdetare. Artilleri bregdetare. Pikërisht, sepse këtu duhet hyjnë anijet amerikane. Dhe anijet amerikane që do të hyjnë këtu janë objekti goditjes nga artilleria bregdetare e gazave revolucionare që ndodhet në gjithë të bregdetin e Sirikut dhe në bregdetin e Bandar Abbasit. Kto janë dy pikat që ti ke të hapura ku mund godasësh. Sepse kjo që ndodhet tu nuk mund godasësh sepse nuk e lë ishulli që është. Ishulli është iranian. Pra që ti mos të vish deri këtu, atëherë ti goditesh këtu. Dhe për këtë arsye, po pse duhet këto të goditen dhe pse duhet të hyjnë këto anijet? Sepse Trumpi është duke përgatitur për të vendosur trupa në ishullin Karg. E parë si lajm të vazhdon të mbetet ishulli Karg. Pra, ishulli Karg është këtu. Po. Dhe trupat e para që do të vinë nga Bahreini dhe nga Kuvaiti. Po. Dhe më pas pasi të vendosin trupat nga Bahreini dhe nga Kuvaiti duhet mbështetje. Dhe mbështetje duhet të vinë luftaniet amerikane, por që ty luftaniet amerikane duhet të kalojnë në atë korridorin që thamë. Që diskuton, po. Që ndodhet në goditjen e artillerisë bregdetare të forcave që ndodhen në Sirik dhe në Bandar Abbas. Po. E qartë. Dhe kundërpërgjigjja iraniane ka ardhur duke goditur Bahreinin. Dolëm te kundërpërgjigjja tani. Është goditur Bahreini. Është goditur Bahreini. Po. Është goditur Kuvaiti, është goditur edhe Jordania. Po çfarë janë goditur? Në Bahrein është goditur një radar
R237, R327, radar që ishte riparuar, ishte një radar që ishte riparuar dhe ishte vënë në shërbim sërish, ishte një radar që ishte godituar dhe ishte rivënë në shërbim, pra sepse Shtetet Bashkuara si duhet do kanë pasur një radar rezervë të tillë dhe e kishin vënë sërish në shërbim, është një radar me rrezet gjatë veprimi. Pra ky radari këtu. A ku ndodhet? Po tashim radari ndodhet në majt kësaj kodre këtu. Po. Pra ky është radari që është goditur. Që Irani ka goditur. Që Irani është asgjësuar. Është asgjësuar radari dhe është jo funksional, pra nuk mundet me anë të këtij radari kontrollonin çdo lloj lëvizje të forcave iraniane që ngriheshin në çdo lloj rakete që çonte. Tashmë e kanë humbur edhe këtë kapacitet të kontrollojnë. Pra ky është radari që është sulmuar nga Irani. Në Bahrein. Po. Janë sulmuar 2 baza ushtarake kryesore në Kuvajt, edhe 2 baza ushtarake kryesore në edhe një bazë ushtarake kryesore në Jordani. Atëherë, pse janë sulmuar këto? Gjatë këtij përpara se të ndodhte kjo, pra kur amerikanët kanë goditur, njëkohësisht amerikanët kanë ngritur nga 2 destinacione, 2 avion zbulus. P8 që është një avion Poseidon, pra P8 Poseidon. Janë avion zbulus të mëdhenj, Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë Boeing, dhe njëri avion ndodhej në Diego Garcia, në ishull Diego Garcia që ndodhej në Oqeanin Indian, kurse një avion ndodhej në Itali. Dhe të dy këta avionët janë ngritur dhe kanë fluturuar. Njëri është ulur në Bahrein, në një nga bazat që sulmuan Bahrein, kurse tjetri është ulur në Kuvajt. Dhe në të dyja këto baza ku pas janë ulur avionët, janë goditur me raketë. Nga ana Iranit. Avion të zbulimit nga ana Iranit. Kurse Jordania është goditur, në Jordani është goditur baza ushtarake në cilën ndodheshin F-35-at amerikan. Dhe janë goditur hangarët ku ndodheshin F-35-at. Dhe janë goditur 18 objektiv. Pra i bie që janë goditur 18 hangar. 18 hangar. Po, ku ndodheshin aktualisht F-35-at dhe F-16, të cilat do të përdoreshin nesër për një sulm. Kjo është foto ilustruese, regjia. Kjo është foto ilustruese, nuk është e vërtetë. Ideja për të ideja hangarit. Pra, po nuk ka deri tash nuk ka foto të nuk ka foto. Jo, e di. Thjesht ishte ilustruese. Dhe, por ama, kush ja ka dhënë të dhënën Iranit për avionët strategjik të cilët se ata avionët e zbulimit që kanë janë avion strategjik, që kanë lëvizur dhe janë vendosur. Irani nuk mund t'i ndjekë këtë avion. Nuk mund t'i ndjeki, nuk e ka ata. Kapacitetin për t'i ndjekur këtë avion e ka Kina dhe Rusia. Po si tham fillim, që anijet të cilat ju është marrë nafta, ju është garbitur, janë anije me naftë kineze, pra janë anije të regjistruara në vende të tjera. Po. Kina ka paguar naftën dhe e ka bler naftën në Kuvajt, në Irak dhe në Arabi Saudite. Me qartë. Dhe këtë naftën pas e kanë garbitur amerikanët. Pra nafta e bler është i përkis të Kinës. Dhe të dhënat strategjike për lëvizjen e këtyre avionëve strategjik mund ta bëj Kina dhe Rusia. Në këtë rast Kina i ka dhënë të dhënat Iranit se ku ndodheshin avionët dhe në momentin që kanë ardhur janë parkuar në baza ushtarake. Dhe janë goditur pikërisht këto 2 baza ushtarake ku janë parkuar këta 2 avion strategjik. Kjo kundërpërgjigje në këtë formë, në këto detaje, drejtan tregon saksi, tregon që lufta midis superfuqive, pra kemi 3 superfuqi vazhdon në të gjitha nivelet. Pra në nivelin strategjik, në nivelin operacional dhe në nivelin taktik. Dritan. Dhe në këtë punkt tregon që Shtetet e Bashkuara, pra në të gjitha rastet, vazhdojnë të jenë në vend të dytë në aspektin strategjik, pra nuk e kanë humbur atë iniciativën strategjike. Dhe iniciativën strategjike ka marrë Irani. Dhe edhe Irani goditet i ka bërë të limituara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e humbën iniciativën strategjike me goditjen që Irani i bëri Izraelit, pra me shkallën e përshkallëzimit, humbën totalisht dhe tashmë vetmja mënyrë që ti ta rimarrësh shkallën e përshkallëzimit është ti rikthesh një lufte të gjerë, jo me këto goditje të shkurtra. Por iranianët nuk po shkojnë në goditje të gjata, në goditje masive. Pra ata po kundërpërgjigjen me goditje të shkurtra, por me goditje cilësore. Po ideja e këtyre 2 avionëve dhe goditja në Jordani. Pra me goditje cilësore të shkurtra, për të mos i dhënë mundësi Shtetit Bashkuar të Amerikës që të hyjnë në një luftë të madhe për shkak të Iranit, pra një luftë 40 ditore, sepse në çdo luftë 40 ditore e zgjatur, për këto 30 ditë, 40 ditë do t'i jepte iniciativën strategjike Amerikës. Por i duhet arsyeja për të hyrë në këtë luftë. Ndërkohë flota e 5 dritan është goditur, është sulmuar dhe flota e 5. Absolutisht është goditur, jo flota, është goditur komanda e flotës 5. Komanda e flotës 5. Komanda e flotës 5 në Bahrein. Flota e 5 çfarë është? Flota e 5 është flota detare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka 7 flota, është një nga flotat detare e cila mbulon komplet çështjen e Azis dhe Xhirit Persik. Po kjo foto dritan edhe kjo foto është radari. Ky është radari, ky është radari që është goditur, pra ja ku keni. E qartë. Long range. Aero 327 long range radar. Pra ky është radari që është asgjësuar në majën e Kodrës. E qartë. Por ama funksionimi i këtij radari dhe
të dhëna strategjike për këtë radar, Irani ka marrë nëmjet satelitëve kinez dhe satelitë kinez që posedon që ja ka lënë Kina. Pra, goditjet strategjike kanë bashkëpunim strategjik. E gjitha me informacionin e tyre. Pra, e kuptoni si lufta që zhvillohet? Pra, në moment që ti më merr mua një diçka dhe unë nuk mund të dalë dhe të them që ti po ma grabit mua naftën time, sepse më bie edhe mua hegemonia. Pra, hegemoni ri Kina, atëherë ç'a bën? Ndihmon Iranin, i cili është dora si në këtë rast që vepron edhe për interes vetë edhe për interes të Kinës. Pra, vazhdon kjo përplasje. Gjitha këto përplasje që shihni kështu, një ditore, 2 ditore, janë përplasje midis fuqive të mëdha strategjike. Në aspektin strategjik, në aspektin taktik dhe operacional, pastaj janë për këta të për Iranin, limitet në terren. Limitet në terren. Dhe çka ka bërë? Pse limitet në terren? Pse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk po mund të hyjnë në një luftë të gjatë, sepse duhet hyjnë. E para, Arabia Saudite nuk ka pranuar që të lëshoj territorin për këtë gjë. Sepse e dyta është Omani që nuk e lëshon. Por ama çka ka ndodhur? Këtë javë që shkoi, për 3 ditë rresht, për herë të parë që nga fillimi i këtij luftimi, për herë të parë Emiratet e Bashkuara, që janë këtu, ka pasur një delegacion special në nivel specialistësh të fushave të ndryshme, të çështjeve të sigurisë që janë takuar me një delegacion iranian dhe këta kanë Emiratet e Bashkuara për herë të parë kanë udhëtuar në Tiranë dhe ka pasur 3 ditë rresht bisedime. Pra për herë të parë Emiratet, pra kjo do të thotë që në këtë luftë Emiratet e kanë parë që çfarë do të luftë e zgjatur. Emiratet janë humbësit më të mëdhej. Kjo është... Sepse kanë armiqtë të gjithë. Emiratet janë Dubai, Abu Dhabi, për ata që... Janë 7 Emiratet, që bëjnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe bisedimet direkte me Iranin ju japin mundësinë që të mos jenë më objektiv, sepse në të gjitha, në rast se të shihim në luftën 30 ditore, gjatë gjithë luftës 30 ditore, në të gjithë goditjen që Irani bëri në Dadishullin Arabik. Vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe ka goditur më shumë raketa dhe dron. 2875 raketa dhe dron të rëna vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe. Nga 4000 ca që Pra, Emiratet kanë qenë objektivi kryesor dhe Emiratet kanë parë që në rast se hymë në një luftë të dytë të gjatë, por nevoja të marrjes së shkallës për shkallëzim në dorë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo çfarë do t'i kushtoj Emirateve është zhbërja. Dhe për këtë arsye kanë hyrë në bisedime direkt. Po këto bisedime, çfarë kërkojnë iranianët në bisedime direkt? Atë që u kanë kërkuar edhe Arabi Saudite dhe Omanit, që territori i tyre të mos përdoret në rast sulmi. Pra, ngelet vetëm atje që kemi folur. Mbetet vetëm Kuvaiti, pra do mbetet vetëm Kuvaiti, Jordania edhe Izraeli. Edhe Siria, edhe Siria tashmë po mundohet të përdoret jo kundër Iranit, por Siria po mundohet të përdoret për të futur në luftë kundër Hezbollahut në Liban. Pse? Aktualisht me datë 14, ky presidenti, pra ky kryetari i Al-Qaidës në Ahmed al-Shara, Al-Gjulani është ftuar me datë 14 të këtij muaji në Shtëpinë e Bardhë. Në mënyrë që t'i bëhet presion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, direkt nga presidenti amerikan, që forcat siriane të Al-Gjulanit të hynë në luftë të godasin Hezbollahun nga mbrapa, pra duhet goditur ky territori këtu nga mbrapa në Liban. Sepse Hezbollahu tashmë këtu nuk e ka lënë Izraelit dhe Izraeli nuk mund të hyjë në Siri. Dhe i duhet Al-Gjulani, pra Al-Qaida të sulmojë Hezbollahun në mënyrë që Izraeli të shkojë, pra të bëjë një aleancë me këtë. Dhe për këtë arsye kemi edhe deklaratën e presidentit turk, Recep Erdogan, dje, i cili kërkon Sirisë që Siria të mos bëhet vegël e luftës dhe nxitjes së një lufte të re në... Kjo është arsyeja. Se Al-Gjulani me datë 14 do jetë atje. Po bëhet gati të futet në luftë me Hezbollahun për ta rrethuar Hezbollahun. Ka çuar forca ushtarake, pra ka urdhëruar vendosjen e forcave ushtarake siriane në kufi me Libanin, këtu në këtë pjesë, por e njëjta gjë, çfarë ka thënë? Në këtë njëjtën kohë ka ardhur edhe një përgjigje nga presidenti aktual i Libanit, i cili ka kërkuar Xholan duke deklaruar që unë mendoj thotë që Xholani është një person me ndërgjegjje të lartë dhe nuk do të bëhet pjesë e asnjë loje për të sulmuar Libanin. Në rast të tillë neve do të detyrohemi të reagojmë. Pra atëherë në këtë rast, duke qenë se ushtria libaneze nuk ka hyrë në luftime me ushtrinë izraelite. Por është vetëm Hezbollahu që lufton. Në këtë moment që do të hynte ushtria siriane, pra e Al-Gjulanit, atëherë ushtria libaneze do të dilte dhe do të luftonte me ushtrinë siriane. Pra do të kishim një luftë të re rajonale e cila do të dëmtonte fuqimisht Liban-Siri dhe e cila do të jepte një dëm të madh Turqisë në këtë rast. Dhe interesave turke në Siri. Sepse në këtë moment që do ta bënte, atëherë Irani do të godiste Sirinë dhe do të godiste të gjithë objektivat ushtarak. Goditi Izraelin, do të godiste të gjithë objektivat ushtarak të Al-Gjulanit
Por Al-Gjolani është njeriu i Turqisë, pra sepse Hayat Ali al-Sham është njeriu i Turqisë, po Turqia në këtë moment nuk do mund ta mbronte më Sirinë ndaj Iranit. Dhe goditja dhe dëmtimi i Al-Gjolanit në këtë moment do t'i jepte fuqi Izraelit, i cili do të çonte në fragmentizimin e Sirisë. Pra në gjithë të do të përfitonte Izraeli, i cili po përdor tashmë Trumpin për përfitimet e tij për zgjerime territoriale dhe dëmtim dhe shkatërim totalisht të Sirisë. Kjo lojë shumë interesante këtu dritan, se aty pastaj i vjet aty është bombë atomike për gjithë. Ajo është, por dhe kjo interesant, sepse kjo është ajo e vetme që intereson Izraelit. Pra me datë 14, kur Al-Gjolani të jetë në Washington, në Shtëpinë e Bardhë, do ta shohim se çfarë do vendosin. Në rast se vendos që dhe deklaron që do hyjnë në luftë kundër Hezbollahut, atëherë gjithë rajoni këtu do të hyjnë në një luftë. Turqia po thua, a mund ta bëj këtë Siria, sepse automatikisht Turqia i ka kërkuar që mos ta bëj, po e bëri Al-Gjolani këtë, atëherë automatikisht një pjesë e Sirisë që ndodhet nën Turqinë, pra do të ndahet Siria. Turqit do të marrin nën kontroll territorin që ata kanë, pra. Po, sepse kjo është de facto shkëputje e Gjolanit nga kursi. Nuk mund ta mbrojnë më Al-Gjolanin nga goditjet e Iranit, dhe në këtë moment Irani do ta godasi. Pse nuk mund ta mbrojnë më? Sepse sepse Irani e ka përcaktuar, pra është Hezbollahu dhe Libani janë në aksin e mbrojtjes të Iranit që po kërkon në bisedime me Shtetet e Amerikës që të ndalet lufta edhe në Liban edhe në Gaza. Pra në momentin që ti je nxjerrtur dhe sulmon Hezbollahun, aleatin e Iranit, automatikisht Irani siç goditi kur goditi Izraelin për shkak se sulmoi Hezbollahun në Beirut, një do të godasi edhe Gjolanin, pasi me Gjolanin ka edhe sapet vjetra. Dhe Turqia po thua dritan do hyj. Turqia nuk do ndryj. Turqia vetëm do të marrë në kontroll territoret e cila ka hyrë deri në Palmira, pra ato territore do t'i marrë në kontroll me forca turke. Po. Kurse do ta lejnë në fatin e vet Al-Gjolanin dhe kjo do të çojë në një zhbërje të Sirisë. Pse intereson izraelitëve dhe edhe amerikanëve aktualisht zhbërja e Sirisë? Intereson amerikanëve zhbërja. Intereson për arsye të kjo shkon kundër interesave të Turqisë zhbërja. Absolutisht shkon kundër interesave të Turqisë zhbërja, sepse e dobëson fuqinë turke, fuqinë gjeopolitike turke. Turqia mori fuqi gjeopolitike në momentin që mundi Asadin me këta dhe mori pushteti këtu, dhe pushteti kontrollohet nga turqit. Siria është unitare për shkak se turqit e duan unitare. Në moment që ti e shbën, Turqia dhe kufizohen te kufiri i tyre dhe nuk kanë më gjeopolitik. Normalisht që Turqia është në këto bisedime edhe me Arabinë Saudite, duke kërkuar se Arabia Saudite që të ndikojë te Al-Gjolani, sepse Arabia Saudite është ajo e cila e mban me para aktualisht Sirinë, që të ndikojë që të mos pranojë të hyjë në këtë luftë. Dhe ka pasur bisedime midis Turqisë, shefi i shërbimeve sekrete turke ka udhëtuar në drejtim të Arabisë Saudite për këtë arsye. Shefi i shërbimeve sekrete turke. Ndërkohë kur e mendon dritan tani më që Irani duket sikur ja ka dalë të rezistoj kësaj ofensivës izraelito-amerikane, a mund t'i kthehet Sirisë që kishte përpara? Gjithë kjo që juve shihni, pra. Gjithë kjo pjesa që juve shihni me Turqi, me këtë, pra gjithë ky gadishulli arabik, gjiri persike gjitha, kjo është një fole grerzash. Dhe në këtë fole grerzash, pra është një fole grerzash që po i le në botën e tyre, ata thjesht mund të bashkëjetojnë në botën e tyre. Po kur vjen dikush edhe fillon me një shkop nga jashtë ti ngacmoj, atëherë grezat fillojnë edhe sulmojnë ndërtimet pa ditur një tjetër, pra kjo është. Aty ku ishim regjia se ky është kufiri, po aty ku ishim se thjesht kisha i koment për atë hartën. Dritan, domethënë që po lexoja 110 milion Egjipti, 90 milion Turqia, 90 milion Irani, domethënë llogarit dhe këtu po i fusim te Iraku 40 milion. Gjitha është ka çështje ekonomie, pra të keni parasysh. Javës që shkoi. Jo, jetojnë shumë njerëz te kjo harta që duket para 10 ditëve Turqia, në rast se e keni vënë re, nënshkroi një marrëveshje me Arabinë Saudite për ndërtimin e hekurudhës së Hijazit. Pra hekurudha e vjetër që ka ndërtuar Perëndëria turke. Pse e nënshkroi ndërtimin e saj? Sepse para një muaji mbaroi studimi i hekurudhës. Kishte një vit e gjysmë që ishte hapur studimi i hekurudhës dhe mbaroi studimi i fizibilitetit. Dhe në moment që mbaroi studimi i fizibilitetit, dolën gjitha të dhënat, ata nënshkruan zyrtarisht Ministri i Transportit turk, Ministrin e Transportit të Arabisë Saudite nënshkruan marrëveshjen për ndërtimin e kësaj hekurudhe. Kjo hekurudhë vjen nga Turqia, kalon në Siri, shkon në Jordani dhe vjen në Arabinë Saudite. Po në rast se bëhet kjo hekurudhë, atëre çdo lloj malli që vjen këtej, Turqia bëhet hub.
bëhet pika fundore e çdo lloj malli që vjen në Arabi, edhe malli që vjen nga Azia në drejtim të Arabisë. Po. Edhe nga India në drejtim të Arabisë, automatikisht bëhet Turqia, pra Izraeli izolohet. Dhe kujt intereson zhbërja e Sirisë dhe një luftë e tillë në Siri, intereson Izraelit për të prishur këtë projektin e kësaj hekurrudhe, e cila është po që lidhet Turqinë dhe Arabinë, absolutisht, pra dy vendet kryesore sunite në rajon dhe dy sunit duke vendosur, por në moment që kjo hekurudhë do kalojë në Siri dhe në Jordani. Pra në Sirisë kjo hekurudha i jep normalisht një zhvillim ekonomik dhe e bën të pavarur, stabilitet e bën të pavarur edhe nga çdo lloj objektivi tjetër izraelit, po qoftë edhe amerikan. E qartë. Pra e bën të pavarur ekonomikisht, dhe por i pavarur ekonomikisht, bësh i pavarur edhe politikisht. Dhe mbetesh subjekt i Arabisë Saudite dhe i Turqisë, pra Jordania që sot është e gjitha nën diktatin e Izraelit dhe të Amerikës, pra bën çfarë thon ata, nesër nëpërmjet kësaj hekurudhe nuk mund të bëhet më, pra fillon shkëputja. Dhe po shkëput në këto vende do me thënë që nesër nuk ka më akorde abrahamike në asnjë lloj mënyre, ka fuqizim të bosit sunit dhe Izraeli pastaj është i marr fund. Prandaj duhet nxitja e kësaj lufte këtu e vogël, që duket një e vogël këtu në Liban, e foles grerzave, që pastaj kjo të zhbëjë Sirinë dhe me nxitjen e kësaj lufte, me zhbërjen e Sirisë, automatikisht kjo hekurudha që duhet kalojë këtu, nuk ka ku kalon më, sepse ky territori këtu është territori Al Suedës. Ky territori Al Suedës po kaloi këtu në momentin që fillon lufta, shkëputet dhe e merr Izraeli. Ku janë druzët, ëh? Pikërisht, ku janë druzët. Po. Kemi folur edhe për këtë. Pra ja kjo është hekurudha e Hijazit që vjen, shef. Kjo është hekurudha që do kaloj. Kalon, po, Siria, Jordania, Siria. Ja, Arabia Saudite, Jordania, Siria dhe shkon në Turqi. Hekurudha e vjetër që ka qenë që ka ndërtuar Sultan Mehmeti. E kam atë hartën, por nuk e di, kemi kohë që t'ja çoj regjistë, sepse duhet të kalojmë. Dhe gjatë bombardimeve që bëri, gjatë këtyre bombardimeve që bëri, iranianët ngritën në qiell u pa për të parë fluturimi i dy avionëve F-14. Po gjatë kohës që sulmonte me raketa Tomahawk, dhe kjo tregoi që hodhi poshtë atë deklaratën e Trumpit që thoshte që aviacionin iranian neve kemi asgjësuar. Realiteti është që aviacionin iranian ata nuk e kanë asgjësuar për arsye se me fillimin e luftimeve të para, kur nisën në 3 ditë para me luftën e Ramazanit, pra me nisën me 28 shkurt, Irani i zhvendosi të gjithë avionët e tij, ata luftarak dhe ata transportit që i kishte, ata luftarak cilët pjesë më të madhe i futin në tokë, po një pjesë tjetër kishte avion luftarak, kishte avion zbulimi ushtarak dhe avion transporti ushtarak i zhvendosi dhe në Pakistan. Për t'i mbrojtur. Po ai avioni dritan që goditi atë bazën në që erdhi me një F5 ishte, se kemi folur, ishte F5, po. Të janë F14. F14 janë prodhim amerikan, avion amerikan janë prodhim amerikan, që i kanë iranianët dhe i kanë marrë në kohën e Shahut, i kanë qenë nga koha e Shahut dhe F14 vetëm Irani posedon F14. Është një nga avionët, pra F14 dhe F22 janë dy avionët që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ja kanë shitur askujt. F22 Raptor, që kemi folur. Këta janë dy tipet e avionëve që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë shitur kurrë dhe nuk ja shesin askujt. Atëherë ja dhan Shahut dhe Irani është i vetmi që posedon F14. Përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës, askush tjetër. Ndërkohë, dritan, çfarë po ndodh me armëpushimin? E gjitha kjo është bërë, pra nëse shihni deklaratën e Trumpit thotë që ne bëm këtë goditje, pra për të justifikuar gjitha këto që tham, ai justifikoi bëm këtë goditje për të detyruar Iranin që të pranojë kushtet tona të armëpushimit ose ato asaj që vazhduan të firmosin. Megjithatë, kjo që thot Trumpi bie ndesh me nenin 52 Konventës Gjenevës. Konventa e Gjenevës përcakton qartësisht, neni 52 thotë që çfarëdo lloj marrëveshje e arritur nën presionin ushtarak, pra nën goditjen si arsye e goditjes ushtarake, dhe është e pavlefshme. Pasi është thyer të gjitha rregullave ndërkombëtare dhe pra, edhe në rast se arrihet një marrëveshje e tillë që ti do ta detyrosh tjetrin me dhunë të firmosë diçka. Në një vend evropian, në Gjenevë bëhet fjalë se të paktën spekulohet, kishte spekulime. Jo, nuk e di, dje ka pasur sot gjatë ditës në mëngjes janë ulur 2 avionë C-17 Globemaster, janë ngritur nga baza ajrore e Washingtonit dhe janë ulur në Gjermani, në Spandau të Gjermanisë. Nga ata avionët sot me sapash kishin dalë vetëm makina shoqërimi, pra që shoqërojnë zvendës presidentin, e këto janë makina shoqërimi dhe makina të çështjeve të sigurisë të lëvizjes presidentit ose zvendës presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra nuk kanë vajtur në Zvicër, por kishin vajtur në Gjermani, në Spandau janë ulur sot. Kështu që mund të jetë se Trump nuk do vi për konfirmosin. Jo, edhe niveli që ka ardhur, pra nga ato çfarë u zbarkua nga
me fotot që arrita të shoh nëpërmjet satelitit ato me ato çfarë u zbarkuan nga ata dy avionë C-17 Globemaster, nuk i përkiste niveli i sigurisë, nuk i përkiste presidentit, po i përkiste zëvendës presidentit. Dritan, ndërkohë a ka informacione se për çfarë përmban marrëveshja, ka të dhëna? Jo, nuk ka të dhëna, ato pikat ndryshojnë, Shtetet Amerikës i kanë ndryshuar pikat disa herë, bëhet llaf për 14 pika, por ka vetëm një të dhënë të saktë që iranianët vazhdojnë të ngulin këmbë në 4 pika kryesore, e para që uraniumi nuk diskutohet, pra nuk preket fare. Uraniumi mbetet në Iran. Uraniumi mbetet në Iran. Atë aks që Si do të mbetet të katet, po mbetet në Iran. Iranianët kanë kërkuar nën supervizionin e inspektoriatit të Kombeve të Bashkuara. Thot Axios. Jo, ajo çfarë thot Axios, po kemi një përgjigje të zëvendës ministrit të jashtëm të Iranit para 2 ditësh, i cili thotë që uraniumi i cilin ju kërkoni ka mbetur nën rrënojat e asaj që keni goditur, kështu që nuk ka çfarë të kontrolloni as ju as neve. Pra i ka zënë nga filmi fjalët e tyre që thotë Rami që neve kemi asgjësuar, dhe kur ka asgjësuar nuk ka çfarë kontrollon më. Kjo është një nga pikat kryesore. Pika tjetër që iranianët nuk pranojnë ta ndryshojnë dhe që është tërheqja e trupave amerikane nga lindja e mesme, pra kryesisht nga Gadishulli Arabik. Është pika e tretë është me fjalë shngrirja e fondeve, sepse janë fondet iraniane që janë bllokuar, pra që janë ngrirë fondet iraniane, dhe duhet fillojë kjo përpara dhe iranianët kanë vendosur një pikë të fondet që përpara se të nënshkruajmë këtë memorandum, sepse është memorandum bashkëpunimi ose kuptimi, mirë kuptimi, aktualisht ndodhen të bllokuara në Oman, në bankat e Omanit $23 miliard që i përkasin iranianëve. Dhe iranianët kërkojnë lirimin e këtyre 23 miliardëve të parë. Pra pastaj ta afirmosim, dhe pika e 4, që është pika edhe një pikë kryesore, ndërprerja e luftimeve totalisht në Gaza dhe në Liban dhe tërheqja e forcave izraelite nga Libani. Kjo atë po lexoja. Këto janë pikë të panegociueshme për iranianët dhe këtu ka mbetur gjithçka. Është domethënë brokered by Qatar and Pakistan. Edhe Katari dhe Pakistani kanë qenë pjesë, le të themi, Pra në këtë pikë jemi. Në këtë pikë. Dritan, ndërkohë kalojmë pak se jemi pak në limite kohë sot. Çfarë po ndodh me protestën, duke qenë se ju jeni një vëzhgues i holl i asaj që po ndodh dhe nuk mund ta anashkalojmë këtë lloj ngjarje që po ndodh në Shqipëri, që është hera e parë në fakt që e shohim për masa të tilla. E keni dëgjuar atë shprehjen që thonë 3 mami ose 4 mami ose 5 mami e nxjerrin fëmijën çyryk? Po. Normalisht kur lind një grua është mjeku dhe një mami. Nuk ka 3, 4, 5 mami, sepse të rish njëra të rish tjetra mund t'i pusin e këmbë fëmijës, t'ia lëvizin në dorë në gjë. Pra është vetëm një mami. Ajo që po ndodh në protestë është që aktualisht mamit po shtohen. Dhe në moment që shtohen mamit, protestat del çyryk, pra përfundimi i protestës do dali çyryk. Pra janë shtuar mamit, interesi protagonizmit, pra protagonizëm në ndryshëm grupe interesi, grupe politike, grupe nga jashtë të nxitura nga grupe politike, grupe që i shërbejnë Sorosit, grupe që i shërbejnë Berishës, grupe që i shërbejnë Ramës, grupe që kanë edhe interesin e tyre që të jenë ndoshta se nesër në këtë Shqipërinë e re që mendojnë se mund ndërtohet të jenë prezent me prezencën e tyre politike, ekonomike, shumë gjëra të ndryshme. Pra grupet po shtohen për shkak se sa të vijë që sa më shumë zgjat protesta, gjithashtu që kjo mund të sjellë një gjë efektive. Dhe në një protestë e cila zgjat më shumë, kemi një presion të ngritur dhe ky presion atëherë hajde ti bashkangjitim të gjithë këtij presioni që secili të përfitojë nga diçka. Pra kjo është normale, është logjik normale njerëzore. Kur shef diçka që ecën i bashkangjitesh asaj. Po pse po del çyryk produkti? Produkti mund dalë çyryk për arsye se rrezikon të dalë çyryk. Rrezikon të dalë çyryk për arsye se në momentin që të gjitha këto grupe dhe të gjitha këto grupe vinë me propozimet e tyre dhe kërkojnë që të kalohet nga një kërkesë vetme, siç është aktualisht deri më tash ka qëndruar kërkesa që dorëheqje e qeverisë, pra kryeministit dhe qeverisë, sepse nuk është vetëm me një individ, pra nuk protesta nuk po kërkon rotacion. Po kërkon ndryshim totalisht. Pra ndryshimi, jo rotacioni, ndryshimi. Të dorëhiqet qeveria. Dhe pastaj pasi dorëhiqet qeveria, shkojmë dhe japim një zgjidhje, ta shohim e diskutojmë. Por në momentin që ndërhyhet me kërkesa të tjera,
Pra kësaj kërkesës të parë, i shtojnë edhe kërkesat të tjera rrugës dhe dalin me kërkesat të tjera, automatikisht kjo të çon ty drejt bisedimeve. Sepse janë të lidhura me këtë. Po. Në rast se ti hyn sot në bisedime me këtë qeverisje, ti je i humbur sepse kjo ka pushtetin, ka karrigen, ka firmën, ka Silolapsin, ka Lekun, i ka të gjitha. Pra ne mund të bisedojmë nesër se si do ta bëjmë zgjidhjen e këtij procesi, pasi ti të mos jesh më në karrige. Pra pasi ti mos kesh më autoritet. Po, këtu duhet të jetë pa lëkundur. Kjo duhet të jetë pa lëkundur. Pra nuk ke çfarë diskuton me askënd sot në klasën politike shqiptare, po që se kjo klasë politike nuk jep dorëheqjen. Dhe pastaj pasi ti japësh dorëheqjen, askush nuk mund të përjashton, është si puna e asaj që ti ta ka shitur dikush shtëpinë. Pra, ti ke një kushëri ose ti ke një vëlla, vllai ta ka shitur shtëpinë, ja ka shitur një të treti. I njëjta gjë është edhe këtu. Dhe tashmë ti e ke hedhur në gjyq vllain për ta anuluar shitjen e shtëpisë dhe për ta rikthyer shtëpinë në gjendjen e mëparshme. Që do të thotë që ti e anullon kontratën e shitjes të shtëpisë dhe do të thotë që në këtë moment edhe vllai është bashkëpronar me ty. Pra ti nuk e ke përjashtuar nga bashkëpronari. Ajo çfarë përkot është pra? Jepni dorëheqjen nga gjithçka dhe pastaj hajde, nuk po ju përjashton njëri. A nuk është utopike kjo, Dritan? Jo, nuk është utopike. Ikni ju. Jo, ikni ju dhe vim neve. Ikni ju, jepni dorëheqjen dhe pastaj pasi ju jepni dorëheqjen dhe pasi ju jepni dorëheqjen. Ne kemi mbështetje. Ta mbaroj. Ikni nga pushteti. Pra nuk po thonë njëri ikni nga Shqipëria, ikni nga pushteti, sepse kjo nuk është një lëvizje për hakmarrje. Dakor, po unë jam i votuar, thotë. Pikërisht po tashmë ne jemi votuar nga populli shqiptar. Absolutisht ti je votuar nga populli shqiptar, po këtë votë 800 e ca mijë vota thotë Rama. Po këtë votë e ke keq përdorur. Ke 13 vjet që e ke keq përdorur këtë votë. Dhe këtë Shqipëri që ta kemi lënë në menaxhim. Se Shqipëria është lënë në menaxhim, këtë Shqipëri ja ke shitur tylifar oligarku, tylifar kriminali dhe tylifar të huaj që ka ardhur për interesat e tua dhe jo për interesat tona. Sepse ata që votojnë mua mendojnë që nuk e kam keq përdorur, e kam përdorur mirë se kam 4 mandate thonë që votohen. Ky është fakt. Nuk është opinion. Pra ti ja ke dhënë oligarkëve, ti ke dhënë lumin oligarkëve, ti ke dhënë bregdetin oligarkëve, ti ke dhënë tokën oligarkëve. Për mua kjo është një strategji për zhvilluar Shqipërinë. Po në këto 3 muaj kemi parë që nuk është zhvilluar asnjë. Dhe ma kanë miratuar me votë qytetarë se kanë filluar këtë vit sot ai. Absolutisht, po jo. Investitorë strategjik po e ke keq përdorur këtë votë. Dakor. Vota është keq përdorur. Dhe 800.000 kanë votuar. Ndërkohë që votues janë 3.200.000. Ty të kanë votuar vetëm 800 nga 3.200.000. Pra nuk është se të kanë votuar 3.200.000. Si nga ta rëmë gjërat. Aq sa votojnë, sistemi politik. Po, pra, sistemi politik është bërë që aq sa votojnë, po kjo nuk do të thotë që ata që nuk do votojnë janë me ty. Në çfarëdo lloj gjykate që të shkosh, kur gjykata të pyet ty, a e pranon krimin apo nuk e pranon krimin, në momentin që ti nuk flet fare, gjykata ta merr përgjigjen si jo. Pra juridikisht, kur ti nuk flet, përgjigjja jote është negative. Që nuk e pranon. E njëjta gjë, edhe këta që s'janë marrë, që s'kan dalë në protesta, që s'kan dalë në zgjedhje. Pra nga 3.200.000 i ke marrë 800. Pjesa tjetër që nuk kanë dalë në zgjedhje, pra këta 2.400.000. Fakti që nuk kanë dalë, nuk kanë votuar për ty, domethënë nuk janë dakord me ty. Pra shumica nuk është dakord me ty. Juridikisht. Kjo është logjika juridike. E asaj që ti the. Pra 2.400.000 shqiptarë me të drejtë vote nuk janë dakord me ty. Pra janë shumicë. Kjo juridikisht. Kjo domethënë logjikisht, po juridikisht. Po edhe juridikisht. Sistemi një votimi. Juridikisht. Sistemi është bërë në mënyrë manipulative që me aq sa marrin pjesë votime. Jo, për këtë arsye sistemi është prekur dhe për këtë arsye kërkohet të ndryshohet sistemi dhe të bëhet në momentin e nesër që bëhet ndryshohet sistemi, pra të ndryshojmë kushtetutën ku minimalja të mos llogariten zgjedhje, po nuk morën pjesë 50% e popullsisë. Mos llogaritet atë. Një nga popullsinë. Dakor. Nesër. Pra është një nga pikat kryesore nesër, që nesër askush mos thotë nesër unë i kam fituar. Po ti s'ke marrë. Pra kur marrin 50% e shqiptarëve në votime, atëherë po mund thua se është 50%. Jo, ajo që them është që vendimi për të larguar apo për të dhënë pushtet është vetëm përmes presionit votës. Jo, është edhe mes presionit, sepse për sa kohë ti nuk më ke dëgjuar mua, atëherë unë po marr edhe presionin e protestës. Dhe unë po bëj protest për t'u ankuar për ato cilët unë thua është presion. Absolutisht, protesta është presion. Te kryeministri. Shiko, protesta është presion. Shkalla e presionit pastaj vazhdon nga 1 deri në 100. Po çdo lloj proteste është presion, edhe një person kur proteston ai është presion. Pastaj se sa e ka shkallën ky një person, e ka të 100 apo e ka të 100, ajo varet
Dritan se e kam bërë gjithve këtë pyetje, ti je njohës i mirë i protestave, por mos me thënë ekspert. Masiviteti, tek njohja. Masiviteti është i padiskutueshëm para 2 ditëve. Jo, para 2 ditëve ishte, domethënë, unë s'kisha parë ndonjëherë. Atëherë do të jemi pak kështu realist. Në asnjë ditë protesta nuk i ka kaluar shifrën e 10.000 vetave. Pra kjo është realja. Kjo është realja. Dakor, unë personalisht ato turm njerëzish që pash para 2 ditëve, mbase ka qenë, nuk është se kam qenë atë ditë, por nga pamjet që pash media ishin nuk i kisha parë kur. Por gjithsesi, supozojmë që kjo do vi duke u rritur dhe do ndodhemi përballë faktit që qeveria as që do ndërmarr asnjë hap për të realizuar, le të themi, kërkesat e kësaj proteste. A mendon se ka rrezik për eskalim të situatës, për radikalizim të situatës? Radikalizimi duhet vepruar në aspekt e ligjit. Pra, në momentin që qeveria, kur protesta bëhet masive, pra, masivitet unë nuk them vetëm për pjesëmarrjen në Tiranë, masivitet them që do dalin edhe rrethet. Dhe në momentin që ti arrin këtë masivitet, atëherë dhe vazhdon qeveria të mbajë qendrim, atëherë kalohet në mosbindje civile. Që do të thotë? Mosbindje civile të padhunshme. Mosbindje civile të padhunshme do të thotë, unë nuk të paguaj drita, unë nuk të paguaj ujë, unë nuk të paguaj taksa, unë nuk të paguaj tatime, unë ta bllokoj veprimtarinë tënde politike, unë të bllokoj veprimtarinë tënde policore në çdo vend. Sepse policin e ke konsideruar me shërbim të mund të jetë një hap i mundshëm ky. Kjo është nëse masiviteti arrihet, kalohet kur ti arrin në masivitet dhe presioni politik i masivitetit nuk merret parasysh, atëherë ky presioni politik i masivitetit kalon në mosbindje civile. Po padhun, le të themi. Po pra mosbindje civile të padhunshme, në kuptimin e refuzimit, nuk të paguaj taksa, nuk të paguaj drita, nuk të paguaj ujë, nuk marr pjesë në, pra mësuesët nuk shkojnë në shkollë, mjekët nuk shkojnë në punë. Pra kjo është eskalim në këtë kuptim, jo në përplasje me policinë, fjalëve në përplasje me policinë, ti e detyron, pra shikoni, ai polici ka fëmijësh i martuar. Pra fëmijët aty polici nuk mos çuditin që ka edhe fëmijë policash aty që dalin për të protestuar. Kush ka marrë guxim, se një pjesë nuk kanë marrë se kanë frikë se mos u heqin baballarët nga puna. Pra, mosbindja civile do të thotë që nesër mjekët të mos pranojnë të shkojnë, po të mos pranojnë të bëjnë përveç se gjëra emergjente. Pra nuk ka funksionim tjetër. Mësuesët të mos shkojnë në shkollë. Pra nuk ka më aktivitet mësimor. Refuzojnë të. Studentët po ashtu dhe në shtator, pra kjo zgjat dhe në shtator studentët i bashkangjiten edhe studentët protestës. Pra kjo është mosbindje civile totalisht dhe kjo mosbindje civile, atëherë kjo të hedh poshtë gjithë sistemin. Nuk është domosdoshmërisht e dhunshme, po thonë. Jo, pa dhunë, nuk po them përplasje me dhunë. Thjesht mosbindja nuk është përplasje. Unë nuk të bindem. Pra nuk shkoj në punë, refuzoj punën, refuzoj pagesat, refuzoj taksat, dhe gjitha këto nuk t'i jap. Ty nuk t'i jap, sepse ti i ke keq përdorur këto. Dhe në këtë moment ti s'ke asnjë vlerë. Dhe në këtë moment vota jote nuk ka më vlerë, ato 800.000 vota janë bërë zero. Dritan, ende nuk duket që ka një fytyrë apo disa fytyra që le të themi mund të kthehen në fytyra të kësaj energjie të madhe politike që shikojmë shesh. Ka dalë një grup iniciator ucilësuesi i tillë, sepse është hedhur poshtë nga Zoti Kume, që ka bërë një propozim për sa i përket kodit zgjedhor. Ky grup iniciator i protestës? Jo. Nga media u lexua si i tillë, por u refuzua nga, domethënë. Pse e pyetja e parë, ç'është kjo protestë ku organizatorët refuzojnë që të paraqiten dhe të dalin në skenë e para. E dyta, a nuk duhet që kjo protestë më pas të kthehet dhe të marrë fytyrën e një lëvizje politike që më pas kthehet në një instrument për të ndryshuar sistemin? E para pse nuk ka. Aktualisht ka një grup që janë grup organizatori protestës. Ka një grup? Po ka një grup organizatori protestës, është një grup rrethojse 40 vetash, pra është një grup i madh. Prej 40 vetash. Sepse janë dihet kush janë apo po, dihet kush janë, nuk është se nuk dihet kush janë, po derisa ata të vendosin që ta bëjnë publike emrin e tyre,
Republike Ematyre, pra është e tillë. Më shumë duam të kuptojmë, nuk duam aktualisht ka një grup organizator që merret me organizimin e protestës, që merret me foltoren atje, që merret me njoftimet, me mbarvajtjen e protestës, është ky grup. Është pjesë edhe ky grup, janë 40 veta për arsye se janë antarë të këtyre 6-7 grupeve që janë iniciatorë të fillimit të protestës. Për këtë arsye është grup i madh. Janë prej fillimit, pra nuk është. Dhe normalisht që me kalimin e kohës, me shtyrën e presionit, në këtë moment vjen edhe presioni i protestës, i cili do t'ja kërkojë këtyre zotërinjve që të dalin, zotërinjve dhe zonjave, se ka edhe femra aty, të dalin publikisht me emrat e tyre ose të nxjerrin prej tyre, prej këtij grupi, prej 40 vetash të nxjerrin një grup tjetër, po jo një emër, jo një person, jo një individ që udhëheq protestën. Sepse po kërkohet ndryshimi i sistemit. Prej 45 se këtej kemi ecur me individ. Pra një person, një emër, një figurë, një fotografi. Dhe në rast se do të kemi një fotografi, atëherë nesër nëse vim te kjo e dyta që thatë juve që këta duhet krijojnë një grupacion nesër dhe ta kanalizojnë këtë fuqi politike të protestës në parti politike ose në grupacion politik për të marrë pjesë në zgjedhjet. Atëherë gjithë kjo kanalizohet te një individ. Dhe ku ishim ish po Abili, pra nuk bëm asgjë. Thjesht u rrotulluam, protestuam dhe erdhëm po te njëjti sistem që i dham fuqinë një personi. Politike te një person po jo, pra nuk duhet të jetë te një person. Këtu është gjithë problemi. Duhet të ndryshojë koncepti. Ajo çfarë këta po bëjnë në këtë mënyrë, me vedi ose pa vedije. Unë nuk e di se janë duke bërë me vedi apo pa vedije, po fakti që nuk kanë nxjerrë një kokë. Dhe mua më pëlqen që nuk kanë nxjerrë një kokë të vetme, dhe nëse vazhdojnë kështu, ky është ndryshimi i konceptit. Pra nuk kemi kanë nxjerrë një kokë apo nuk janë të pafuqishëm për të nxjerrë një kokë. Se kjo është pyetja. Për fakti që ekziston një grup për 40 vetash dhe fakti që nuk nxjerrin një kokë nuk do të thotë që kanë pa fuqi për të nxjerrë një grup. Ndoshta kanë mosmarrveshje, por unë do doja që të mos e nxjerrin një kokë. Okej, do ishte strategjia më e mirë. Strategjia më e mirë është të mos kesh një kokë, pra të kesh një grup që funksionon. Sepse fundja fundit në rast se do ta kanalizonim gjithë këtë në zgjedhjet e menjëhershme, pra nëse do kishim zgjedhjet menjëhershme, çfarë do lloj kanalizimi thjesht do përfitonin, do shkonin 10 veta në parlament dhe asgjë tjetër. Por do mbetej sistemi i njëjtë. Që të ndryshojë sistemi duhet që ky grup nuk ka nevojë për një kokë, të funksionojë si grup, të shkojmë në dorëheqjen e qeverisë dhe pastaj të vim te ajo që thash, pasi do riqet qeveria, atëherë ulemi dhe japim një zgjidhje ku të gjithë aktorët, politik dhe jo politik, marrin pjesë në bërjen e një sistemi të ri. Pra në krijimin e një asambleje të detyrueshme, qytetare, kombëtare, dhe nga kjo asamble, në këtë asamble mund marrin pjesë 1000 veta, 1500 veta me kriteret të përcaktuara, pra intelektuale, baza e kësaj asambleje është që të mos jesh antar partie, pra të mos kesh qenë antar partie, me detyra të larta, po themi. Pra antar partie, kryetar degësh e kështu, antar partie, një pjesë e madhe kanë qenë antar partie, pra s'ke ç'i bën asaj punë, në Shqipëri, sepse aty e kanë parë me mentalitetin e mëparshëm e trashëguar nga 45-a deri në 90-ën që po mos ishe antar partie nuk merrje dhoma shtëpie dhe dhoma plazhi, edhe tashmë u pa edhe kurse në këto 36 vitet e fundit u pa që po mos ishe antar partie, ti nuk gjej asnjë punë si roje. Pra ky ka qenë koncepti dhe prandaj duhet thyer ky koncept. Dhe në këtë asamble ftohen njerëz që janë antar partie të nivelit të lartë, intelektual, me në 2-3 kritere, dhe nga ky grup, për 1500 vetash, për 1000 vetash, ti zgjedh 101 persona si asamble kombëtare që do të vazhdojnë drejtimin. I zgjedh me vot? Jo me vot, i zgjedh me short. Me short. Sepse në rast se do të zgjedhësh me vot, vota krijon koalicione, vota krijon përplasje, vota krijon interesa. Por çfarë bëhet? Fusim emrat të gjithë, të hidhet short goglat e telebingos dhe krijon. Krijuar 101 veta, po. Nga këta 101 veta pastaj ti krijon një qeverisje me 21 persona. Edhe këta 21 persona zgjidhen nga këta 101 me short. E qartë. Dhe duke vendosur kriteret të pastra politike. Pra kriteri i parë, këta 21 persona çfarë bëjnë? Këta 21 persona drejtojnë një qeveri tranzicioni, po duhet të kemi parasysh që këta 21 persona duhet të jenë persona profesionista të fushës. Po, okay. Për katse që do të emërosh. Drejtojnë një qeveri tranzicioni, minimalja 1 vjeçare, ku për këtë 1 vit duhet të ndryshojnë kushtetutën. Dhe të gjitha këto që tham, me kode zgjedhore, me ti fusin pjesë të kushtetutës ashtu siç e ka Kosova. Pra Kosova i ka gjitha në kushtetutë. Pra nuk është se s'ka ndodhur në asnjë vend. Edhe ne ç'a bëjmë? I fusim të gjitha në kushtetutë. Dakor, po ja lëm fuqinë shortit. Absolutisht. Kush është ardhmë e këtyre personave pasi të bëjnë këtë? Atëherë e përcakton qartësisht në momentin që këta 101 persona, edhe këta 21 persona që nga 101 persona, e përcakton qartësisht që në zgjedhjet pas një viti këta nuk marrin pjesë. E pra se pse kjo tregon që pse tregon? Dhe me këtë tregon që nuk kemi ardhur për pushtet. Pra kanë ardhur
për të ndryshuar sistemin për një periudhë 30 vjeçare, pra për një brez. Okej. Pse për një brez, do thotë dikush për 100 vjet. Për një brez për arsye sepse kemi evolucioni teknologjik, evolucion industrial, dhe ti je detyruar të bësh ndryshime pas një brezi tjetër. Pra pas 30 viteve ata do ta detyrojnë ta ndryshojnë kushtetutën. Ke lëvizje demografike, ke gjëra të ndryshme që ndodhin. Paktën për 30 vjet të ecim dot të ndërtohet një diçka e re. Pra kjo e ndryshon sistemin. Në rast se do të vazhdojmë me të vjetrën, t'ja vëm në qaf një individi, pra t'ja varim këmborën në individi në qaf, atëherë nuk kemi bërë asgjë tjetër vetëm se kemi zëvendësuar, kemi bërë rotacion. Sado burri mirë t'jeta individi, thjesht është rotacion, nuk e ndryshon dot. Kurse kur e bën me short, kur e bën me këtë zgjedhje, atëherë ti ke thyer sistemin. Dhe gjithçka e fusim brenda kësaj kushtetute, me një pikë fundore të kushtetutës që kushtetuta nuk mund të ndërrojë veç se me referendum dhe nuk mund të bëhet veç se me referendum. Në këtë mënyrë i heqim fuqinë çdo kujt nesër që të vijë si individ që të ndryshojë kushtetutën brenda natës sipas qefit dhe sipas dëshirës. Dhe të na marrë peng sërish siç na kanë marrë gjithë këto vite. Ky është mendimi im. Unë nuk jam pjesë organizatorëve. Kjo puna pengmarrjes sa vjen ide, pra, ideja është mendimet mund të jenë pafundme. Jo, kjo është mendim shumë korrekt. Po dëgjojnë prapë ata e dinë më së miri. I rrezon të gjitha pretendimet. Pikërisht. Dritan, kënaqësi që të patas gjithmonë. Ju faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Sazan Guri. Profesor, kënaqësi që të kam. Mirë u gjeta, faleminderit. Profesor, kemi qenë të martën e shkuar bashk, ku kemi komunikuar dhe folur për atë që ka nisur si një nga protestat më të mëdha që ka parë historia e Shqipërisë prej 90-s, edhe për mënyrën se si është ndërtuar. Në çpik të protestës jemi aktualisht? Sot është, protesta ka filluar ditë të shtune në Vlorë, ku është mbajtur një fjalim nga dy veta, në atë kohë nga Klajdi Bello dhe nga unë. Pasandaj është shkuar ke dardi që ishte shtrirë deri në ujët e detit, ku aty pati jo protest, por revolt, edhe tërheqjes varë, po edhe përdorim të gazit, jo lothios, po gaz me squfur edhe me kripca, me kripca squfur dhe djeks, edhe me kripca piperi djeks, që sytë nuk lottonin, por mbylleshin për disa orë derisa ti merri me kimnese. Dhe kjo ishte shtuna. E diela është kaluar në përgatitje dhe e ana e kaluar, pra e anë me diel 7 ditë, sot është dita e premte, bie dita e 12, 75, 12 ditë pa ndalur. Po ajo për të ardhur keq është që sot, me që ra biseda për sot, është që zoti kryeministër Joti, se imi nuk është kur, që kur ka fillu të shesi Shqipërinë që e kam kuptuar unë, syrin tim, shitjen parlar, përpos atyre gabimeve të ndërtimeve urbane të shumta, edhe kjo ishte një lloj manie e tij, po një lloj manie e imja. Ai e kishte mani, ndërsa unë e kisha mani, sepse prej 10-12 vjetësh unë kam dhënë një lëndë arkitekturë mjedisi dhe kuptoja se ç'do të me dëmtim të rrjetit urban, me mos respektim të rregullave, standardeve të hapësirave publike dhe që në atë moment mendova që mos a kisha më kryeministër, ndërsa në këtë që quhet shitje territori, që do ta themi si më, kjo e ka bërë që të quhet kryeministri ndoshta Joti, i tjetri, po jo imi. Dhe sot ai në orën, më duket në njëjtën orë, por në shesh tjetër, grumbullon gjithë administratën, këtë ma thanë edhe imagjino policia. Policia, ku jam unë tash për momentin në Berat, më ka thënë që ne na mbledh zoti Rama të premten në orën 6 pra 18. Pra imagjinoni që bën një antiprotest për të thënë që ju ishit 80.000, ndërsa unë jam kush e di sa mund të grumbulloj gjithë, që ai e ka pak 150-200.000 administratë dhe mund të mbledhë 150.000. Ndoshta më shumë se sa protestuesi, por aman e ka pa shpirt. Ndryshimi është i madh. Ndryshimi është i madh, ai e ka pa shpirt protestën, ndërkohë që kjo e të rinjve, kryesisht e të rinjve, po kjo është me shpirt, është me frym, është me ideal, është me ideal. Kështu që konkurrimi që ai kërkon të bëjë, si sot zakonisht me gjitha protestat, diku të studentëve, diku të mjekëve, ai ka benitur. Por këta rale nuk mendoj se do t'i arrijë, pavarësisht se ka shumë gjëra në dorë brenda vendit,
ka dhe shumë gjëra ndorë jashtë vendit. Ka një lloj lidhje që mendohet që kush e di sa argjon për t'i blerë fjalën qoftë një deputet evropian apo qoftë një deputet i oqeanit. Kështu që në këtë kuptim protesta mund të ketë shumë zëra ndritëse të ndryshme, edhe deri ku akuzohen, por unë nuk e besoj. Edhe sikur të ketë, unë them që zëri më i fuqishëm është zëri shqiptar. Zëri shqiptar është shëndet natyrore. Zëri shqiptar është ajo që është quajtur përdhosje e di. Profesor, Rama sot në një intervistë po e dëgjoja, e tha, kur e pyetën për protestën, tha jemi vend demokratik, tha qytetarët duhet protestojnë dhe është mirë kur protestojnë, tha. Fare i pashqetësuar për atë protest, për kundrazi, domethënë qasja e tij ishte shumë, le të themi, për sa i përket demokracisë shqiptare, e lexoj protestën si një fakt që ne jemi një vend demokratik ku njerëzit kanë të drejtën e plot për të protestuar. Kjo është demagogji nga anë e tij. Ai është arritur prej 30-40 vjetësh, plus i lexuar me librat e kohës diktaturës, se nuk është njeri i pa lexuar, nuk është njeri budalla. Është gjë e mençur, por i mençur për së prapti në të mirë të adeut, jo në të mirë, pra për së prapti në të mirë, ose për së mbarti në të keq, mendimi im. Dhe kështu që për këtë lloj demagogjie që ata e kanë si Goebbelsi, e kanë si Stalini, si Lenini, e kanë si ai pavar. Kam një shkrim në Facebookun e dieshëm, si ai pavor, kur thonë italian, Tiranës. Nësa ky që është ende i pakallur, ky tani e ka demagogji këtë gjë. Këtë që ju sapo parashtruat që le të protestojnë, e ka demagogji, pa ai frikën e ka në palc. Ai është person që reflekton gjajs me trimëri, por ka frikë në palc. Dhe këtë frikë ai po e ndjen, sepse nuk është një protestë e kohës së zotit Basha apo e kohës së zotit Berisha para 3-4 vjetësh që sado nuk bën dot më shumë se gjysmën e kësaj proteste. Si zoti Basha në kulmin e vet, si Berisha që arriti dhe mblodhi, si zoti Meta kur ishte president që mblodhi diku një protestë të madhe. Popullin e 2 marsit. Nuk është thjesht numri vetëm, por cilësia e protestës, intelektual, akademik, profesora, pedagog, student, të rinj, të reja, gjimnazist, 9 vjeçare, sa dush, pra familje, njerëz me familje që vinë protestë. Kështu që me gra, me burra, me fëmijë të vegjël. Pra njerëz shumica atyre që unë njoh vinë me fëmijë të vegjël, edhe unë mendoj të marr niprit. Edhe unë me i kam të vegjël, 7 vjeç, po do mendojmë mund t'i marrë dhe niprit. Pra, kjo lloj proteste që ju ta bëhet nga më të bukrat në Shqipëri, që sot televizionet italiane po thonë ngrejuni italian për ato që po ju ndodhi. Se ne gjithë shtetet të njëjtin fat po psojnë ta framash dhe globalizmit, sepse meni shembull nga populli shqiptar. Pra, një protestë që po bëhet model, dhe ky e ndjen këtë frikë. Edhe ja ka frikën kësaj fryme të protestës. Frikë për çfarë? Se po sot tha unë jam mandatuar që deri në 2029 do të jem kryeministër me 800 e ca mijë vota, kështu që deri në 2029 kur të popullit t'i jepet sërish mundësia për të votuar, unë jam kryeministër i vendit. Okej, sigurisht që ai quhet i votuar, por qerja ngel dhe rrugës. Thyet një rrotë, aty janë thyer të 4 rrotet e qerës. Të 4. Kështu që nuk është se ka një defekt, po e rregullon edhe po ecë. Me ato defekte shtyti 4 vjet e para, duke sharë qeverisjen e djathtë, shtyti ato të dytat, duke sharë qeverisjen Meta, të tretat s'kishe ku të kapesh, tha që do t'i korrigjojmë rrugës, edhe do t'i fusim në Europë, thanë të tretat, në të 4-at, dëmi është bërë miu, është bërë kala. Pra, në të kuptim, ai s'ka qëndrejt më, sepse e paraqiti fakti që aty vinë komunitete, individ, familje të ndryshme, për hallin që ata, për dertin që ata kanë pas marrëdhënie me qeverinë, më saktë me rrugaqërinë qeverisë. Prandaj dhe vinë ata. Pra,
se cili që vjen aty, deri nga halle, derte, mosmarrveshje, moskuptime, ofendime, vazhdojnë, prekje digniteti, prekje të pronës, prekje të arsimimit, prekje në sëmundje. Pra, se cili vjen në emër të individit, të familjes, të lagjes, të qytetit dhe të komunitetit. Dhe nuk janë pak grupet ndryshme ku ky ka prekur në këto 12 vjet. Pyetja është, a mjafton kjo? A mjafton kjo? Se okej, dakord, gjithë aty janë dhe unë jam dakord për një dert të vetin, dhe zemërimi është i madh dhe etj, po a mjafton kjo, sepse kjo tani që ti thuash Rama jep dorëheqjen, Rama nuk, domethënë ajo që pash në intervistë as nuk kanë ndërmend ta bëj atë dhe çfarë do ndodh me këtë protestë se kjo vazhdon për një kohë gjatë në këto terma. Tani, protesta deri më sot është e butë, është e ëmbël. Edhe unë jam, që nuk mund të vazhdohet pa një përplasje. Përplasje unë quaj rrethim. Nëse deri tani kemi rrethim moral kundër qeverisë, kundër kësaj rrugaqërie, rrethimi tjetër do të jetë rrethim fizik. Pra, ku këta që marrin vendime për ne të gabuara, nuk do të lejohen të shkojnë zyrë. Unë jam për rrethim. Rrethimi morale është bërë deri më sot dhe rrethimi fizik do të rrethohet kryeministria, parlamenti, po deshte edhe forca e djathtë, sepse bashkë kanë bërë gjitha gjërat. Nuk ka më të justifikohet një deputet i djathtë që qoja bërtasim Edi Rama kundërshton, apo edhe vetë kryetari i saj, zoti Berisha, që fare mirë e ka ditur që mund ta fitonte të drejtën e heqjes non grata të Amerikës, atëherë mund ta lëshonte partinë drejt njerëzve të rinj. Po a ishin ta që në të 92-shin ata ne që Enver Hoxha 40 vjet, edhe këta tash po kalojnë më shumë se Enver Hoxha, po kjo është e dhimbshme, që fëmijët tanë 5 vjeç, rritan janë 45 vjeç dhe kanë të njëjtin figurë politike, është i vetmi vend që nuk kanë të hequr figurat politike, nuk kanë më të gjithë ndryshojnë, Maqedonia, Kosova, Malizi, vazhdo Bullgaria, Rumania, gjithë kanë ndryshuar udhëheqja politike në të ish. E në të shtatës e 2002, 2008, 2012, e më radhë, Bullgaria bën që 2 vjet. Nështë neve si kemi kaq të përjetshëm, ta atashëm edhe në kohë zgjatje, po ta atashëm edhe në ato që bëjmë kundrejt popullit. Se ne i bëjmë kundrejt popullit. Të dy këta, jam me lejo pak vetëm të them diçka. Të dy këta në 2008, unë jam i djathtë, po s'mund të jem unë me të djathtën e zotit Berisha, apo të Partisë Demokratike, të cilët ka rënë dakord, që unë nuk e dija, e mësova shumë pak ditë përpara, ka rënë dakord që kufit petror të Shqipërisë mund të tjetërsohen. Nuk e mendoja dot. Po ama dija faktin që hapësira territoriale detare nga Karabulluni deri në Butrin ose Tongo është hequr 2008 me parlament. Po ata e kanë hequr në bazë të një neni kushtetues. Këtë unë nuk e dija. Edhe të thosha këta hoqë për të hyrë në marrëdhënie me palën greke, një vit më vonë, 2009, që e di shumë mirë dhe ti ngjarjen Korfuz Karang, që u pastaj gjykata në 2009 qershor e nullifikoi. Pra, quhet kjo hapësirë territoriale detare, që është hapësirë sovraniteti i një vendi, ishte hequr me vendim kushtetuese, ku këtë kushtetutë 2008 nuk e ka bërë më Arbeni Mami Godua që bën në 97, po e ka bërë një këshilltar grek. E ka bërë një jurist grek. Dhe duke hequr hapësirën territoriale detare, ai e ka më lehtë për ta ndarë me Korfuzin Sarandën apo gjimin e Sarandës. Ashtu siç bën. Ndërkohë që kjo i dha shkas që të shesi Sazanin. Ta eshun e Sazanit, ta tjetërsoje dhe ta shesi ku Ivanka Trump vërtet që unë ta mbej një ishull me zde. Në zoti Rama është pyetur në CNN gjoja për mbrojtjen e flamingove, ndërkohë ka thënë që ishulli ose Zvëneci, se pyeti kaq herë, po kjo hapësirë publike dha. Kjo hapësirë i përket investitorit. Pra, një shqiptar që egzaltohet që do kemi 4 miliardë euro investim, e para një që ai Trumpi thotë ky Vendri Kushner thotë që janë 1 miliard euro. Nga u tjetë 4 miliardë. E dyta po thuaj që s'ke projekt. Atëherë ku s'ke projekt, nga e diti që janë 4 miliardë. E treta zëm se janë 4 miliardë, apo 10 miliardë. Qa lidhe ka shqiptari me këtë 10 miliardë? Qa lidhe ka? Se po që për miliarda, ke 400 miliardë euro investim në naftë, fiton në gjë shqiptare e merë më shtrenjë. Ka thënë njërë tjetë. Ke lidhe ti me Moglis, me Banjë,
me bushat, me ashtë, headset të që janë bërë me hidrocentrale, ose me 1500 headset e vegjël, ke lidhje ti që janë argjuar 120 miliard euro për energjinë, për lumej, ti ke lumej pa ujë, urdo të shim pjët. Ke lumej pa ujë, pra. Profesor. Ata ti dhe keti me investimin strategjik, gjoja strategjik, ku strategjik është edhe investimin e ece, edhe investimin e naftë, edhe investimin në komplekse turistike, deri Karaburun nga Butrindi, qa lidhje keti, ti s'vete do ndet. Profesor, të rrim tek rrethimi i kryeministrisë. Dhe është një ide që në moment kur ti vendos ta bësh këtë, të çonë në përplasje direkte me forcat e policisë, sepse ata kanë për detyrë që të sipas ligjit që të garantojnë që administrata të paraqitet në punë. Kur mendoni se mund vi, pra i vetmi radikalizim që ju thoni mund të jetë ky, nuk mund të ketë radikalizim, fjala vjen të një forme tjetër? Formë tjetër, kjo formë është Gandhi. Gandhi ne e dim gjithë, që ndete 10 vjetë edhe fitoi diçka me Anglinë. Kjo është formë paqësore, Gandhi, dakor. Numri tregon ka kuptim, fryma ka kuptim, por një përplasje e tillë morale që vërteton që kur thua 40.000 apo 80.000 protestues, do të thotë 80.000 familje. Po do të thotë edhe 800.000 familje që rrin brenda dhe duart trokasin. Edhe puthin televizorin e kam thënë një vend tjetër. Pak të mua shumë ton rrugës. Po folën që diskutuar kemi puthur televizorin. Pra, kjo është një moment moral, një moment e drejt natyrore, që ty ta jep Zoti natyra dhe gjithto që janë kryer në Kurdistan, që do të thotë nga pikpamja atë që thotë Ciceroni, ty të është përdosur digniteti, të është përdosur durimi. Dhe ky mos durim tani nuk është mos durim, por ky është një durim i zgjatur dhe ti ngrihesh, edhe proteston. Kaq nuk është e mjaftueshme për të zhbërë një qeverisje. Pra do kalohet tek hapa konkret, profesor, apo ju thjesht sugjeroni? Eksakt, hapat konkret është pa një përplasje, ati që nuk u bërë në të njëshin një lloj përplasje e madhe, nuk u bërë në të njëshin, ishte shumë paqësor. Dhe ndodhi aty që ndodhi që ata morën pushtetin ekonomik, morën pushtetin politik, u bërë 2-3 herë më të fort, komunistat dhe pjellë e tyre janë më të fort. Unë e shoh në Facebook që më falë zoti i nderuar gazetar. O jam unë personi që kanë luftuar, e kam të trashëguar, më falë për këtë alla lapqe, alla belulqe, që e kam të trashëguar një karakterin tim, arrita që jo vetëm të respektoj karakterin e fisit që kanë qenë patriot, gjyshja, daja dhe gjaja janë pa fund ata, që nga Bilfrashi përfundoi ku dush, arrita të jem një profesor që s'kam vënë dorë mbi 100 lekë studenti, 20 vjet, kam nxjerrë mbi 20.000 studentë. Arrita të kem 20.000 punonjës për 25 vjet, ku printet më takojnë, që më thonë që ma ke trajtuar gocën, vajzën në studion tënde si një mbretëresh. Edhe sot pata një takim në mëngjes. Arrita që mos kem emri në asnjë listë. Soros, Usaid, spiun, vazhdo, listë ka lista të tjera, patronazhist, lista me serb, lista me grek që paguan greku dhe serbi. Unë nuk jam në asnjë listë. E kam rujtur vetën, po edhe nuk kam dashur vetë, plus edhe gruaja. Dhe vjen puna dhe, ka bëjt çdo ditë 2-3 gjëra për vendin. O një bisedë, o një protest, o një libër, o një artikull, o një Facebook. Dhe vjen puna dhe, që njerëz caktuar, që nuk janë pak, që do të thotë janë kafkatrorët, ata mbetje të burgosish nga kohë të Turqisë 1912-ën, nga Afganistani, nga Irani, nga Arabët, ata më duan, po më duan të pjekur, e të djegur. Janë komunistat, birë serbësh, më duan të djegur diti, e të pjekur bileti. Dhe për këtë që unë i bëj vendit, diku e mësoj, diku e këshilloj, diku protestoj, diku një libër, diku një leksion, diku një mbes, diku një nip. O kam treguar unë ti, më falë për këtë apologjit vetes. O kam treguar unë kujdes për mos u përzierë as me politik, kur me parti, as me atë që quhet femra e prish njeriu, as me femra, edhe as me lek. Dhe o do të jem unë një figurë që unë duaj të vete në protest.
Se thot 70 vjeç nga ajo që kanë folën për televizione, kanë folur për çfarë kanë folur, kanë mbrojtur qytetarët, asnjë rast të mbrojë qeverinë apo të mbrojë një biznes apo një politik të shtrembur. Në asnjë rast. Dhe ndonjëherë këta të rinjt edhe mund tonë që ne do bëjmë tha, si thonë këta në protest, 25 vjeç e poshtë, të rinjt vetëm këta fryma e re, po dakord, ku ka familje pa frymë të re, frymë të mesme dhe frymë të vjetë. Është gjyshi, është babai, është dhe nipi. Pra 3 brezat piqen, njëri ka energjinë fizike, njëri ka energjinë mendore, edhe njëri ka energjinë shpirtërore. Bashkohen 3 energji, e di atë atletin Bob Dylan, atlet, ai kërceu 8-19. Pse? Sepse i ra bashkimi i 3 frymëve shpirtërore, morale dhe fizike, i ra në një ditë. Ato e njërë 17 ditë ato. Njërë 21 ditë. Ati ranë të 3 u poqin një ditë edhe ka përceu 1 metër mbi rekordi, që ishte 7-19, a i vati 8-19. Edhe akoma se kanë arritur. Pse? Sepse fryma shpirtërore, që i ra ati në një ditë me frymë fizike, me frymën mendore, u bashku edhe punëja e një proteste. Pa patur një frymë shpirtërore të vjetërve, një frymë mendore të mesatarëve, prind, e di që do në fyrsës, dhe një frymë rinore energjie, a protesta pasaj mund të deklasifikohet në mënyrë negative, urdo. Profesor, e zëm se Rama dha dorëheqjen. Çfarë do të ndodhë pas kësaj? Si e shikoni, domethënë të ardhmen e gjës në raport me këtë që ka nisur? Atëherë, unë jam tek përplasja fizike, po deshe unë vijën rjesh para dy, pasi s'jam kokën fare. 70 vjeç, zero se kanë vdekur nga zemra, 2 herë, 3 herë operuar. Një kjo, mbasi Rama jep dorëheqjen, fillon një qeveri apolitike, ndryshe dhe teknike, me njerëzit që kanë kaluar të ndritur. Një kjo. Kjo qeverisje pregatit vendin për 7-8 muaj ta pregatisi për zgjedhje të lira, për zgjedhje të lira, që do të thotë një komision juridik ose financiar, apartiak komisioni. Ligji ndryshon ligji zgjedhor me maggiorancë, ligj zgjedhor me maggiorancë të pastër, do të thotë për 140 deputet maggiorancë, që do të thotë votim elektronik, që do të thotë pjesëmarrje të diasporës, jo si i komandoj me postë kryeministi që kemi në pushtet. Dhe e pesa është që është pregatisi një ligj për referendum. Jo ligj nga ato që kemi deri sot, po ligj për referendume tamam siç e ka Zvicra. Një ligj që ti mund bësh, mund të hedhësh gjëra të vogla, po jo si më thon mua disa nga Anglia, nga Amerika, një ligj referendumi ku të hedhë shitet apo nuk shitet Shqipëria, toka apo to. Po sikur e para një nuk bëhet me këtë qeveri, sepse ky qeverisi që kanë të dy qeverisit, të dy krahët, kanë treguar që din të vjelli. Mos njëri më shumë, njëri më pak. Po nëse ti arrin të bësh shitet apo nuk shitet Shqipëria dhe ai mund të fitojë që të mbroj vetën, të mbroj kushtetutë, mund të aptitoj të kauza që Shqipëria dhe mund qitet, që neni në kushtetutë 2008-ës hapësirat territoriale kufitare tjetërsohen, nuk kam dëm më të madh se i bëjmë ne, që fiton me shumica dhe. Atë ne angullëm vetën si një herë. Ndërkohë, ajo është e pa diskutueshme. Tjetërsimi i kufive shtetëror të Shqipërisë është i pa diskutueshëm, është i pa tjetërsueshëm, nuk diskutohet ajo. Dhe kjo qeveri teknike pregatit këtë lloj fryme, zgjedhjet lira të barabarta, i pregatit këto gjëra dhe hyn në zgjedhje. Këta protestuesit mund të formojnë një parti politike, po ka parti të vogla që mund të jenë frymëre, mund të zballohen gjatë protestës apo gjatë 8 muajve. Dhe pas 8 muajve hyn presidenti duhet zgjidhet nga populli, kryetari i gjykatës nga populli, prokurori duhet zgjidhet nga populli. Pra, nëse bëjmë këtë përgatitje nga qeveria politike ose teknike, hyn të barabartë, edhe PS-ja, edhe PD-ja, edhe Bashkë, edhe Ecim, edhe ajo tjetra, pra hyn në garë barabartë aty, po aman disa gjëra ndryshon kushtetuta që do thuhet që të paktën kjo një që toka ti e merr tokën, apartamentin, merr hapësirën diku me shqiptar, diku vetëm, po në asnjë mënyrë se ke tender. Në asnjë mënyrë se ke tender. Kjo është përgatitja që mund ndodh. Po kushtetuta dhe reformat bëhen në parlament dhe në parlament 187 deputet janë të Ramës dhe Berishës. Në të drejtë. Ky parlament ngrin. Në momentin që bëhet qeveria teknike, ky parlament ngrin parlamentin. Nuk ka më parlament qeverinë teknike.
6 muaj, 7 muaj, ata dalin bile në kuptimin moral, një aktivist politik i 36 vjetëve, në kuptimin moral ai është non grata. Jo me titull, jo në burg, por kuptimin që leja vendit të rive. Le të bëjnë atë që quhet grupë mentor, këshillojnë. Por unë jam me vërtet me të rinj, por e kombinuar edhe forca e të rinjve, unë jam që duhet kombinohet me frymë e asaj që quhet shpirtërore e të vjetërve, apo mendore e moshës 40-50 vjeç. Profesor, përpara jush këtu kisha Dritan Gozhen, i cili foli për një grup organizator me 40 persona, si pas ti që ekziston, si pas Gozhajt. Çfarë dim deri tani për ata që qëndrojnë pas në kuptimin e organizimit vetëm, nuk po them udhëheqjes, organizimit? Të betojmë që nuk përzihem në këtë kaos, në këtë çështje organizimi, grupe, në rryma, unë nuk po pëlqen. Dalja e emrave apo e marrja e titull, sepse ka një parim. Të tjerë fillojnë, siç e filluam ne në Vlorë, të tjerë vazhdojnë, ama të jenë sigurt ata që vazhdojnë, të tjerë do ta përfundojnë. Të tjerë nisën luftën 21-44, të tjerë vazhduan 44-56 dhe të tjerë mbyllën deri në 90. Kështu që unë nuk jam për emra, këta kanë lëshuar si lura, për shembull, në një bisedë në një televizion caktuar, ai donte të më bënte mua simbol, ti je simboli, ti je organizatori. Nuk që unë s'kam qenë fare në protesta. Kam qenë protesta, po jo në qendër, jo në grup organizim. Nuk jam. Unë e kuptoj që nëse duhet një grup mentar dhe bëra dhe një forum, dakor, mund të ndihmoj. Por në grupin organizativ, ku 40 veta, pastaj këta zgjedhin qeveri teknike, që emra ndonjëherë zgjedhin që kanë pas probleme me të kaluar. Si mundet ti, prandaj kërkon shumë kujdes kjo. Emërtimi, emra do vinë vetdetiu, e gjëra. Emra do vinë vetdetiu. Me kohë. Nësa vendosja e emrave tani do të thotë që ky kryeministër, nëse e fiton, nuk bie, ky do akmerret pikërisht ndaj këtyre emrave. Pikërisht ndaj këtyre organizatorëve. Pikërisht ndaj frymës e njerëzve që gjoja ky do t'i simbolizojë. Diku kryetar, diku grup udhëheq, diku grup organizator, diku simbol, diku koordinator, dhe këto ai do t'i gri si Erdogani me atë që u bë puç ushtarak. Se edhe kryeministri kështu do ai quajtë më vonë. Njerëz që donin të mposhtin demokracinë, të prishnin demokracinë e kulluar shqiptare që ne mezi po e ndërtojmë. Profesor, cili është gabimi më i madh që mund të bëjë kjo protestë? Gabimi më i madh, bravo, faleminderit për pyetjen. Gabimi më i madh që mund bëj protesta është pranimi i përçarjeve. Këshilla ime është mba mend vetëm thupën e Skënderbeut. Unë në fjalimin tim të parë kam kërkuar falje për çdo njeri që në fakt si kam rënë në qafë, po që më ka rënë në qafë. Unë kam thënë falj. Edhe në emision e ke bërë. Para kombit jemi Liliputa. Kjo është ideja ime. Dhe atëherë gabimi i madh do jetë nëse këta do ta pranojnë përçarjen, do harrojnë porosinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, do pranojnë rrymat shumëta, do pasojnë vetëm këtë rinj, do thonë ne të rinj dim që nuk mund ndodhi kur, prandaj kombinohet energjia të riut. Mbaj mend një konferencë në Vjenë te armët bërthamore e tjera, ishte një profesor i ri, një profesor i mesëm dhe një profesor i 60 vjeç, pra kombinim brezash. Unë më thanë që avokat Zaçi dje i është kërcënuar që mos hade më këtu. Po ç'a mund të ketë bërë avokat? Vetëm është përpjekur avokat Zaçi. Është përpjekur për birën e vendit, në mënyrën e tij. Mund të ketë herë gabim, siç mund ta kem unë gabim edhe ju gabim. Por ama dëshirën për të mbrojtur vatandi nuk ma zjeron dot i mund. Siç ka shumë ata që quhen bi komunistash, janë pafundi, se duke qenë globalist, edhe i them, ti s'ke gjë me mua më vëllai. Ti ke me veten tënde. Ti nuk e pranon dot Shqipëria të jetë, Shqipëria të jetë Shqipëri e ret. Shqipëria të jetë frymë e ret. Ti nuk pranon, ti do Shqipëria të prishi familjen, ti drejtohet rrymave të LGBT-s, mbas e këtë do ti drejtohet rrymave të Serbisë, se prandaj paguan Serbia 200 milion euro në vit për të 4 shtetet, Marzi, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Këtu nuk e di sa është pjesa, po di për Greqinë që ka 59 milion euro në vit për njerëz caktuar në Shqipëri që atëherë
atëre këta nuk janë pak që të kundërvijen morë si milingona që aron do i thri me buke, ashtu të kundërvijen të katë. Unë me ka ndarë mendje, nuk i më zhjitëm, fara, letë vazhdojnë ata me të tyre, për ne vazhdojnë tonën në mbrojtje të kësaj që ne duam pra. Si është problem ati që duam? Urdhoni. Profesor, e fundit, së fundi është hequr non grata e kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha. Si e lexon këtë zhvillim dhe çfarë mendon se kjo do të prodhojë në politikën shqiptare, nisur nga fakti dhe konteksti aktual ku është politika shqiptare, pra shpërthimi i protestave në atë masë për cilën folëm edhe bashkë? Unë mendoj se mirë na vjen si shqiptarë që mos kemi njerëz non grata, pavarësisht se çfarë kontributi ai ka lënë në vendin tonë, në të mirë apo në të keq, me gabime apo me të meta, siç është nga një anë zoti Berisha dhe nga ana tjetër është një person i lartë në forcën e maj, që edhe ai do përjashtohet nga ky lloj ligji apo si quhet ligji apo një lloj etiketimi non grata. Janë dy këta, një në majt dhe në djathtë. Dhe Shqipërisë i bëhet mirë, shqiptarëve i bëhet mirë, pra nuk i ngelet një njollë në përgjithësi. Po edhe atyre në veçanti, ne nuk mendojmë keq për ata. Por unë do thosha që kjo mund të jetë një indicio që e ardhmja e djathtës është që japet rruga për të forcuar e djathta, por të forcuar edhe në zgjedhjet që vijnë për 2-3 vjet, që kjo mund të jetë një hapje rruge, një dritë jeshile që jepet sinjali që do ndrohet pushteti. Jep një sinjal për rotacion pushteti. Po problemi është që këta të rinj sot aty, edhe unë vetë, në këtë moshë jam 71 vjeç. Nuk mendoj që njëre majta njëre djathtë. Nuk jam për këtë. Unë jam për një qeveri teknike, atë që kërkon protestuesik, ose kam qenë i qartë vetë që kur kapa gardin e sheva, që duhet një qeverisje teknike ku të hyjnë të gjithë barabartë. Sepse gabimet e dy palëve janë të panumërta. Janë të panumërta më di. Ka rënë dakord që të zbatohet ligji 2024-2030. Ka rënë dakord. Ose në mos ka rënë dakord, nuk e bëri me dije. Zoti Berisha nuk e bëri me dije që populli po i gatuhet një ligj ku ai që vjen merr 800 brenda minutës, ndërsa ky shqiptar që ka ikur nuk e merr për asnjëherë. Ky ka ikur në Gjermani, në Amerikë, në vitet 90-2000 ku nuk jepeshin 2 në shtetësi. Ky nuk e merr. Një shqiptar i Kosovës, i Preshevës nuk e merr. Ndërsa Bangladeshi e merr brenda ditës. Pra, kjo do të ishte alarm, e dhënë nga e djathta. Po vjen një vendim tjetër, që është 848, që unë regjistrojmë si ndje. Ai le ta ketë emrin Muhamet Kamber, pa ai do regjistrohet si minoritar grek. Pra, këtë do ta bënte alarm pikërisht e djathta. Pastaj vjen tjetërsimi i kufive që kanë bërë bashkë, pastaj vjen kushtetuta ndryshuar që kanë bërë bashkë, pastaj vjen që zoti Berisha thotë që edhe unë kam dhënë Sazanek e Berlusconin 2012, është përmerëm, sikur e ka çiflit. Pra këta kanë vendosur për sikur e kanë Shqipërinë pa çema burrë. Atë si mund temun që të dy këta duhet vazhdojnë? Si mund ta them ti gjë? Po që se populli në zgjedhjet mbas qeverisë teknike i mbështet, atë aman ka rregulla, nuk kanë më rregulla që të fusin dorën këta të vjedhin dhe të bëjnë, sidomos ai që është pushtet. Në rastin konkret zoti Rama, 10 jo me vetëm votën, po ka 21 mënyra se si ai vjet votën. Nuk është thjesht që të fus dorën se ai duhet ta marrë votën. Kjo është një, po janë edhe 20 të tjera që ai dita vjedhi votën. Prandaj qeverisja teknike që do bëj të mundur zgjedhjet barabarta, që futen të gjithë nga një start, si në atletik, futen të gjithë në një start. Edhe kjo qeveria teknike këtë do bëj, futen në një start. Pra, zoti Berisha, unë mendoj që nga njëra anë i jepet e drejta që ai e shpëtoi vetveten, doli nga kuadri i një arsyetimi moral non grata, ndërkohë tani ai fare mirë, po do ishte mirë që ndodhë 2 javë përpara që ai mbas e lëshonte partinë që 2 javë përpara. Dhe mendoj që ai duhet ta lëshoj. Duhet ta lëshoj për ta përgatitur mbas qeverisjes teknike me një frymë të re të Partisë Demokratike. Profesor, të falenderoj shumë që të pata. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.